Të dashur miq, tashmë u rikthejmë në studio dhe siç e paralajmërova më herët, tashmë kemi të ftuarën tonë e cila na ka zbukuruar studion. Sot me neve është Marigona Bajra, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Marigona, pritove me u zgju? Me që është emision i hershëm edhe... Person i hershëm, kështu që nuk është që e kam problem që zgjohem herët. Pra nuk je nga ato vajzat që preferon me flajt pak më gjatë kështu? Jo. Zakonisht adhuroj mëngjesin. Ndjej një kënaqësi shumë të veçantë shijoj mëngjesin. Ke ndonjë rutinë kështu, je nga ata personat që duan patjetër një kafe në mëngjes apo? Varet edhe prej angazhimeve, po një kafe, një ujë patjetër që të filloj ditën. Nuk mundesh një gjellë sytë pa kafe. Ndërka që Marigona, si është një vikend i yti, me gjithë të punë, angazhime, tashmë biznesi sigurisht që po besoj ke kohën e kalon aty? Po gjenë kohë për vete, apo jo? Po normal është vikendin gjithë se cili ja kushtojmë vetës tonë. Unë kam një hobi, më me qujtë ose një pasion rreth gatimit. Ditën e dielës zakonisht kur jam në Prishtinë, përgatis ushqim, kështu që është një ndër pasionet e mia kuzhina. Edhe kaloj kohë me familje, me njerëzit që mbojnë cila është ajo receta jote favorite? Po përse edhe publiku është mjaft kurështar me ditë se çka preferon me gatu Marigona. Të drejtën, ka brumat nuk është që jam shumë e mirë, nuk isha me thonë. Familja ndoshta duhet pak a shumë që t'rregoj. Muj me thonë të sham ka ushqimi detit, seafood. Pra ato e gjenë e kja shumë ma për shefi? Ma për shefi, ndoshta ka mundësi dhe ma shumë e shprejat kreativitetin, edhe ajo më pëlqen. Nuk ka është tradicional, jam bas pamjes, me gjas nuk i preferon, a? Varet mami aty është e mirë, unë jo aq e mirë në tradicionale. Ke ndonjë aktivitet tjetër ditën e dielës, qoftë sport, diçka tjetër, apo? Ditën e dielës zakonisht jam shpe, edhe nuk është që kam ndonjë aktivitet, kurse ditën e shtunë, po patjetër. Kam aktivitet, tujse çdo javë. Marigona, në fillim të emisionit, unë thash që sot e kemi një të ftuar mjaft interesante, e cila për një kohë ndoshta vite, sa të themi, 10-15 vite, a? Ashtu diçka 12 vite, 10 vite, po, patjetër. Në kohë ndoshta ku nuk kanë qenë këto rrjetet sociale, ti ke qenë pothuaj se e mbaj mend shumë mirë, kështu prezant në krejt revistat e asaj kohë, ndonë se shumë e re në mosh. Edhe pra pjesëmarrja jote në Miss Univers, Miss Ulqini, dë bëri ty që me dalë pa ndonë se eri në moshat. Këthemi pak në kohë dhe ta po du me ta rikujtu atë kohë se me gjasë, ndoshta ka kohë që ti nuk je këty pas edhe me kujtu rinin e hershme, ndoshta edhe pjesëmarrja në sfilata. Po, patjetër, konkursi i parë që ka marrë pjesë ka qenë Miss Ulqini. Kam qenë një ndër konkurentet më treja në atë garë. Më kujtohet, isha dikun 16-17 vjeqare. Më kujtohet që kisha dhe problem që të kaloja kufinin pa prendit. Kështu që aje ka qenë gara ime parë ku jom kurorzu me çmimin e Miss Ulqinit. Ka qenë një emocion shumë i veçantë në atë kohë që të kurorzohesha një vajzë nga Prishtina, që të shkoj. Është edhe ajo nostalgjia e Ulqinit që besoj që gjithë cili prej nesh ka qenë Ulqen edhe ndjem vetën, ndoshta si më me thonë si në shtëpi dytë ose kështu diçka. Ka qenë një garë mjaft interesante. Mirë, po Marigona, fillimisht si t'erdhja ndjesia që një ditë më bu pjesë e pasarelave, do të thoja, garave kështu. E ki pas që e vogël, apo mandej me kalimin e kohës propozoj dikush, ndoshta duke dhënë shpesh komplimente, a? Unë gjithmonë e them, mbështetjen e familjes e kam pasur gjithmonë. Ndoshta ajo që më ka ndihmu shumë është motra, që ka qenë ndoshta ajo që e ka thyë atë tabun në familje ose në shtëpi që të marrë pjesë në konkurset bukurisë, ose se ishte me madhe se unë, edhe unë isha fëmija më e vogël në familje. Kam pas kërkesë gjithmonë edhe si fëmijë, po më ka pëlqyer moda dhe kam pas dëshirë që të shoh veten me një konkurs të tillë. Të shfaqi ndoshta edhe aftësitë e mia, jo vetëm bukurisë, po edhe diçka tjetër. Pra mandej me të shërbykje sikur më qof me marr kauza, siç rëndom bëjnë mirë se dikush për shëndetin mendor, dikush ka nga ata që preferon edhe me e promovu, do thoja traditën shqiptare e kështu. Po, me të drejtën kom pas inspirime, kemi modele shumë të suksesshme. Një ndër modelet ose inspirimi jem ka qenë Cindy Crawford, që e ka përdor ndoshta bukurinë, sharmin, inteligjencën e saj, që të futet atë në botën e biznesit edhe t'jetë një imazh shumë i fuqishëm në mod, po ashtu në biznes. Ai ka qenë inspirimi jam, po ka edhe shumë figura, modele
të grave të suksesshme. Po ashtu pastaj me që përmende që dhe motra e ka thy tabun edhe ti e ke pas ndoshta më atleta, sepse një parë forma ajo e ka shtru, do thoja rrugën për ty edhe kur që ti ka dhënë do këshilla kështu se se qoftë me eca. Po, patjetër. Normalisht në çdo garë që kemi marrë pjesë ose në çdo sfidat, është ekipa e cila ka profesionalizëm në stilizëm, në gjithçka, në mënyrën e ecjes, në mënyrën e përgatitjes dhe në gjithçka jemi gjithmonë afri, kemi njerëz që na ndihmojnë që të kemi një performancë me një skenë, ndoshta me quajt madhështore. Sigurisht. Mirë, po si të pritën shoqëria, me që në atë kohë ke qenë po besoj edhe në shkollë fillore, në shkollë të mesme? Në atë kohë kam qenë në shkollë të mesme, më kujtohet. Tu e pas parasysh që unë edhe në shkollë fillore në atë kohë, që ka qenë mis shkolla fillore. Më kujtohet në kam qenë në Hasan Prishtinë, që në atë kohë, ndoshta e kom shpreha dëshiren që t'jem pjesë kësaj bote, modelizmit. Edhe më kujtohet që në atë kohë, si shkollë fillore, si nxënëse, si fëmijë vogël, pa ta marrë çmimin e shkollës nisit. Okej, pra tashmë ishin të mësuar me marigonën e tilla. Edhe sigurisht që nuk e kam pas ndoshta ose e kanë mirë prit, do thoja, dhe nuk ka qenë diçka wow. Kam pas mbështetje të madhe edhe prej shoqërisë, po ashtu edhe familjes të them që familja më ka mbështetur shumë, sidomos nana, jashtëzakonisht, po ashtu edhe profesorët, shkolla, se në atë kohë është dashur me marrë leje, se ka qenë një aktivitet që ndoshta në orë të shkollës... Sigurisht që ke qenë nxënëse dhe ke qenë në moshën 18 vjeçare dhe... Po, patjetër, është dashur me marrë leje që t'i mbri dyat, po ja kam dalë. Të kthehemi prapë tek periudha e kur ke qenë Miss Ulqini në vitin 2009 apo 2010? 2009-2010, ashtu ka qenë, 2009. Okej, edhe e more kurorën, a? E mora kurorën. Mirë, po si të boni mundja jo kurorë, një vajzë nga Prishtina, me shku në Ulqinë dhe me morë kurorën atje? Me të drejtën, unë isha e pregaditun jo që ta fitoj kurorën, po isha e pregaditun që ta sfidoj vetën me një garë të tillë. Konkuruset, garuset ishin shumë të bukura, kishte, me thonë, kultura të ndryshme, ishin për të gjitha trevave shqiptare, unë isha nga Kosova. Ishte ndoshta një emocion i papërshkrueshëm. Kur e kujtoj tash, kujtohet një emocion i papërshkrueshëm, po e them që... Do shta e mendon edhe prej një perspektive tjetër, me që kanë kaluar sa vite, 15 vite. Ashtu. Edhe tash me je pjekur edhe ndoshta e mendon më ndryshe. Po, e mendoj më ndryshe. Mirë, po si të pritën ulqinakët, nëse mund të themi kështu, a? Mjaft mirë, kam qëndru diku një muj, mjaft mirë, kam kalu shumë mirë, kam momente shumë të mira që kam kalu në atë vend edhe e du, dhe sërë që kam mundësi edhe ko du të shkoj tasha. Më kujtohet intervista e me parë ka qenë në televizionin, nuk i dija ekziston ende një televizion që ishte... Lokal? Po, ishte një televizioni Teuta, që ishte intervista ime e parë në atë mosh. Më kujtohet ka qenë mëngjes, si kur tash. Emocion interesant. Mirë, po, i pat ato jetët e para kamerës, apo veç që kishe thy tash, me që kishe marrë pjesë edhe në garë? Gjatë kohës që isha në garë, në momentin në natën finale, normalisht, për një moment do shta pregaditjet e mdhaja që kemi pasur, për një moment shuhën, edhe dëshiron që gjithaj mundjut që të shprehet, edhe normalisht, kur rëzosh me një kuror, atëhere emocionet bine dhe dënë që dalim pa vlerat e tuja dhe suksesit që të shihet. Pastaj si rjedhe gjithë shka, vazhdove me qëndru në Ulqenë, u ktheve prap, vazhdove shkollën? U ktheva në Prishtinë, atëre ishte gara e Miss Universit, Miss Univers Kosova. Në atë ko, mora pjesë unë dhe motra, ishte shumë interesante që të mirëshim pjesë 2 motra. Për herë të parë, besoj që deri tash nuk është që kanë marrë... Nuk e kemi ndëgjuar ndonjëherë, të paktën në trevat shqiptare, në gjitha spektaklet që organizohen. Edhe unë mendoj që deri tash nuk ka pasur. Morëm pjesë 2 motrat në Miss Univers, edhe dole me 3 çmime prej Miss Univers. Ishte interesante ajo koha, të kishe motrën konkurente në një garë të tillë. Ishte ndoshta interesant që të sfidoje vetën, të gjithmonë me nxjerrë në pa më të mirën që të versionin më të mirë. E kishe dëshiren më shumë me qenë fituese ti apo motra? Më thonë të drejtën,
Normalisht vetja, si çdo kush, po dhe motra të pas parasysh tiparet e saj, bukurinë, ndoshta përvoja e saj si modele që ishte më herët, edhe ajo doli me 2 çmime, ndola me 1 çmim. Po prap në shtëpi sjellën 3 çmime, dolëm lumtra. Sa vite kishi diferencë në moshë me motrën? 3 vite. 3 vite. Okej. Edhe kthehet me 3 çmime në shtëpi. Në shtëpi, po. E si pretën familja? Sigurisht që të gëzuar edhe të lumtur, mirë po... Normalisht që po, që të marrim pjesë 2 motra, edhe për familjen është emocion shumë i madh që dalin nga një garë, si Miss Universe, me 3 çmime. Na kam mbështetur shumë edhe mendoj që suksesi jon është fal tynëve që sot e kemi. A keni pas këtë krahasim ndonjëherë ndoshta ajo më e bukur ose tjetra më e bukur? Me të drejtën, unë jam bjonde, ajo është zeshkani, kështu që i përkasim ndoshta 2 shijeve të ndryshme ose 2 tipave të bukurisë të ndryshme. Po, ndoshta Sicilia e ka pasat njerëzit që e pëlqejnë atë dhe më pëlqejnë mu. Normalisht, po si të qoftë na ka njoftë si 2 motrat, marihuana, e bardhë dhe heroina. Kështu që Ishdash, ndoshta ta kemi edhe heroinën këtu sot, mirë po me që nuk është, po e mirë kuptoj, mirë po marihuana si ishte gjitha jo eksperiencë të konkurosh bashkë me motrën për Miss Univers. Do të e pas parasysh që është konkurenca mjaft e madhe. Në atë kohë kur ne konkuruam, ndoshta ka qenë me sfidu edhe vetën. Është mirë që ta sfidosh vetën, jo vetëm të çështja e bukurisë. Po dhe të pjesa e personalitetit, të mënyra si duhet të përgatitesh për një garë të tillë, si të trajtohesh, si të trajtojnë, si të mirëprat publiku, si sjellje si duhet t'i kesh, e gjitha këto. Shkoj gjithçka në rregull? Po, mendoj që shkoj. Në cili ishte çmimi që morë ti edhe motra që i mori 2 çmime? Motra mori çmimin njëri më kujtohet i motrës, Miss përcjellësia e dytë, kurse në mora çmimin Miss Fotogenia. Miss Fotogenia. Ndërkaq Miss, sigurisht nëse nuk gaboj, cili ka qenë vitin 2010? Në atë kohë ka qenë Aferdita Dreshaj. Okej. Mirë po, i kisha ato ethet para se me dal në skenë dhe me performu, pavarësisht që ke qenë e re në mosh, a? Po, si një vajzë e re, normalisht në çdo garë emocionet janë. Po, unë veç që kisha ndoshta prej Miss Ulqinit, ndoshta isha mësuar që t'jem në skenë, edhe ndoshta isha mësu që të di, të menagjoj stresin, dhe të përkushtohem plotësisht në garë, t'jem marihuana vetvetja. Edhe më ndaj shkoj gjithçka, po mirë, po si rrjedhë jeta jote pas asaj, tu hapen mundësi të reja për punë, shoft për biznes, shoft për ose tu rrit ambicia ndoshta për me konkuru prap. Me më ndonjë shmim prap, apo e le me aq? Unë e lash me aq. Në atë kohë nuk është që ndoshta kam marrë pjesë, kam qenë imazh i disa kompanive në vendin tonë, kam marrë pjesë për fotosesione të ndryshme, revista, fotografinë e du shumë, edhe sot e kësaj dite, e kam pasion. Po unë u shkëputa, se ishte koha e studimeve dhe vendosa që gjithmonë ka pëlqy juridiku, drejtësia. Edhe kam dashur që të studioj juridikun, atëherë vazhdova studimet, juridik, përfundova studimet, vazhdova me master, tani jam një juriste diplomuar, dhe pastaj u futa botës së biznesit. Mirë po, unë dua të di nga ti në këtë rast, a ja vlen do thoja që për një vajzë e cila krijon, ndërton ëndra që të bëhet Miss, ndërsa gjatë rrugës, ndoshta has në padrejtësi, qoftë në vështirësi, edhe ndoshta zhgënjihet prej asaj. Këshilla ime për vajzat që po na ndjekin tash, kishte me qenë punoni sa më shumë, ndjekni ëndrat e juve. Bukuria nuk është vetëm pamja jashtme, është edhe ajo që e kemi brenda, pashtu personaliteti dhe inteligjenca. Atëherë ata muj me qujtë si një tarë të bukurisë. E sidomos tek një Miss. Nuk duhet vetëm pamja e jashtme ose pamja fizike të vlerësohet, po ka edhe vlerat e tjera njerëzore që një Miss duhet t'i ketë. Edhe ndoshta nuk duhet zhgënjehemi, edhe nëse nuk e marrim një kuror. Duhet të provosh, të punosh, mos të dorëzohesh në pengesa, në çdo pengesë që has, duhet ta tejkalosh dhe të punosh më fort, dhe të tregohesh e guximshme në qëllimet e tuaja që ti don.
Mirë po, cili ka qenë momenti ma i vështirë gjatë asaj kohë e mban mend, për posa asaj krenaris do thoja që tashme jenë në skenë, kime kandidu, do thoja, ose kime je konkurente për të marrë kurorën, ke kishtë ndonjë moment ciklet shumë aty, ose diçka momentet e fundit me ndodha, po... Në çdo garë ka, më i me thonë, ndoshta varet, dikun më shumë padrejtësi, dikun më pak padrejtësi, po si gjithmonë, më i me thonë, në Ballkan ose në rajon ka padrejtësi që e thëmë me keqartë që ndodhin. Këtë kone fundit nuk është që jam shumë me duke i ndjek konkurset e bukurisë, duke i pa se çfarë po ndodh, po në mendoj që ka padrejtësi në gara. Në organizimin shohëm nga organizatorët nga dikush atë? Do po flas sipas eksperiencës tënde sigurisht. Unë mendoj që ka padrejtësi, ka. Dhe duhet që kjo dukuri ndoshta të luftohet dhe të largohet, që të fitoj gjithmonë më e mira. Po si do që tjetë në vendit nuk ka vajza mjaft bukra, talentume, kështu që suksesi gjithve kush mendon që t'jena atë rrugë, do t'jetë shumë e guximshme dhe të punoj sa më fort me vetën. Mirë, po tash nëse themi po flasim pas 15 vitësh, si ka evolu koncepti yt për bukurinë? E ceka dhe ma herët, kur flasë, kur jemi të bukuria, bukuria është diçka që ta falë Zoti, dhe është vetëm pamja jashme. Po me kohë duke u rrit marihuana, duke u zhvillu, kom mësu që bukuria është edhe ajo vlera e brendshme që ne e kemi, e posedojmë. Personaliteti. Qoftë shkollimi, edukimi, mirësjellja ndaj të tjerëve, gjitha këto. Mënyra se si i trajton. Në momentin që ti je një mesa apo një modele, normalisht që duhet ta kish parasysh që duhet kish edhe komunikimin ndoshta më të afërt, që të kesh respekt ndaj njerëzve. Jo të jesh e tillë, unë jam një mes tani dhe duhet kështu. Mendon se ka të tilla nga ato? Më të drejtën, jo, nuk isha me thonë, për momentin nuk është që më kujtohet ndonjë, përderisa e mban kurorën, normalisht që ke dhe vlera përveç pamjes fizike dhe... Po ndoshta a ekziston një perceptim ose një stigmatizim ndaj grave cilat marrin pjesë në konkurset e bukurisë? Ti shumë mirë përmendë që ndoshta duhet të punojmë në shkollim, në komunikim, në mirësjellje ndaj tjerëve, mirë, po në popull, akoma vazhdon të jetë një stigmë ndaj grave të bukura, qoftë kjo jo vetëm në garë bukurie, mirë po qoftë edhe kudo në institucione, qoftë media dhe kudo që ato synojnë? Unë mendoj që gratë duhet të kemi një barazi, më i me thonë që në institucione që sa më shumë që të ketë të punësuara dhe të largohet kjo dukuria ose kisha me qëtë fenomeni i grupë ose ndoshta edhe një paragjykim mund të themi në këtë rast. Po. Duhet me pas parasysh kjo gjëja gruaja tradicionale që të largohet, që gratë sa më shumë që të arsimohen, që gratë që të punojnë, edhe ndoshta në vendet punës ose në politikë që të kemi më shumë gratë të suksesshme. Mirë po Marigona, prej gjithë miseve do thoja që kemi pasur ndër vite që nga viti 95 deri më tash, ke më favorit qoftë në paraqitjen e jashtme, qoftë ndoshta që edhe ke komunikim të shoqërimet të kështu që ke një simpati për ta? Besoj që gjithë secili prej neve kemi një simpati të veçantë për divën tonë Adelina Ismailin. Ajo ka qenë mes, nuk më kujtohet sakt në cilin vit. Me të kam një raport shoqëror, familjar. Kisha me vequ se është edhe botën e artit, si këngëtare shumë e suksesshme, që besoj që gjithë secili prej nesh e duam dhe admirojmë. Pashtu kisha me cek Valbonas, nuk më kujtohet... Selim Lari? Mendova për këtë nga Shqipëria. Është një figurë shumë e dashur. Edhe madje vazhdon me mbet akoma mis. Me plot kuptimin e fjalës. Mirë, po si qëndron me gjithë misët vazhdimisht janë të bukura, e kam përshtypjen sikur nuk din plaken asnjëherë. Kisha me thonë që mirëmbajtja e shëndetit, mirëmbajtja e lëkurës. Qoftë aktiviteti fizik? Normalisht, duhet me pas një kujdes ndoshta më të madh, gjithë secili jo vetëm një mis, po çdo vajzë, çdo grua duhet të... Mirë, po e shumë duke polur për misët. Se mua personalisht, ose në këtë kulturën ku jete, kemi pas mise disa, të thoja, edhe vazhdimisht të gjitha janë në formën e duhur, janë në peshën e duhur, janë po ashtu duken bukur e gjitha këto.
kujdesi, mirëmbajtje. Mirë po, pas këtyre titujve edhe se sigurisht që t'jesh mes, nuk është një gjë do thoja pak e vogël, ekziston pas kësaj do thoja një presion që vazhdimisht të dukemi bukur edhe atëherë kur ne nuk ndjehemi, ose kemi një periudhë që duam që jemi të lira, ndoshta mos t'i kushtojmë fare vëmendje ushqimit e gjitha këto? Tani në këtë kohë mendoj që edhe rrjetet sociale ndoshta kanë dy anë, anën pozitive dhe anën negative. Ana pozitive kisha me thonë që gratë e promovojnë suksesin, bukurinë natyrale, gjitha tjera. Pushime, punën, gjitha këto? Po, është edhe një gjatë tjetër që kisha me qujtë negative, që tani po përdorin ndoshta diçka që nuk janë, më me qujtë filtera ose diçka, nuk është ajo autentike. Editimi fotove, do thoja, është në mas të madhe, mirë po, a mendon kjo që është një trend? Apo si qëndron? Rrjetet sociale kam edhe unë përdori editim të fotografive, po mundohem të jem autentike, të jem kjo që jam, që njerëzit, ata që më ndjekin, ose ato vajza që ndoshta jam një model për ta, që t'jem një model kështu si që jam, që mos dal nga vetvetja. Sigurisht. Kështu që unë mendoj që kjo pjesë është tepru tek filterat e këto gjanat. Cilin aplikacion me përdorë? Sigur Me që përmendë dhe ishte shumë e sinqert, pra që të gjithë përdorim ka pak filter ose i editojmë fotot tona. Kjo jo ndoshta që të gjithë e kemi kompleks duke natyrale, mirë po nga njëherë qoftë drita, qoftë ambienti, edhe nuk e dhe në pa ashtu si shduhet foton. Shpesher ndodhë që ndoshta dukemi më bukur live se sa në foto, andaj për ata përdorën edhe nuk është diçka e keqe do thoja, sepse për atë arsye janë krijuar filterat ose editimet edhe nuk është diçka nuk gabojmë nëse i përdorëm në mas duhur. Mirë po ajo që e përmende, ta që po ashtu edhe ti që e përdor edhe shumë tjera filter ose aplikacionet të ndryshme në editimin e fotove, ndoshta ka njëherë, si që përmende, është egzageruar. Pse më ndonë që ndodhë kjo? Ndoshta për shkak një presione që gjitha të duken bukur, ma ndej fillojnë rradha zë kjo. Po, kjo gjë unë mendoj që e thashtë më herët ta duam vetën ashtu si që jemi. Normalisht ndoshta të pengon ndonjë gjë mund është, po jo të dalësh nga vetja, që ta ruajmë ndoshta autenticitetin, ta ruajmë naturalitetin e gjitha këto. Unë mendoj që kjo duhet të vlerësohet. Të paktën unë prej që të mbaj mend ti e bjondin, nuk është që ke ndryshu në e hera. Faleminderit. Mirë, po merë para gjykime ose ndodhë që të thuan pse po përdor filter ti e bukur vetë, kështo? Jo diçka, nuk është që edhe në editimin e fotografive ose fotosesioneve që ndoshta ko pas kohë rikthehem, ndoshta vetëm për qef të realizoj një fotosesion, mundohem edhe pse me fotografët ndoshta edhim punën edhe atë që ka duhen nga një fotografi, në editim shumë pak përdori editim, shumë pak. Kisha me thonë ngjyrat ose varet për çka është duke u bëj fotosesion, për çka do të përdoret. Mirë, po Marigona, kur jemi të fotot, ndërhyrje, të egzagerimit, gjitha këto, je nga ato vajzat cilat pajtohesh, do thoja që, ose shet arsyeshme nëse një grua tjetër, do thoja, zgjedh që përmes ndërhyrjeve, qoftë kirurgjikale, qoftë përmes fillerave të ndryshëm, që të pak të bëj ta rimodeloj veten? Faleminderit për komplimentin. Po, unë deri tash nuk kam ndonjë ndërhyrje, kjo është dhurat nga Zoti, po normalisht edhe mirëmbajtja, kujdesi që deri tash kam pas. Nëse një vajzë apo një grua ka një, më me të qujtë një mangësi, ose... Të cilën ajo ndoshta e konsideron tek vetja mangësi. Sepse besoj të gjithë në parim jemi shumë okej. Po ndoshta ka diçka që i pengon tek pamja fizike. Fillimisht kisha me thonë që duhet të punoj me veten, duhet që ta duash vetën, po nëse i pengon atë shumë nuk jam edhe kundër fillera deri me një masë të caktuar apo operacioneve, edhe pse nuk është që kam ndonjë eksperiencë dhe i di, po nëse atë shumë ndikohet edhe atë shumë lunë shkon deri tek shëndeti mendor ose edhe mandej krijohet një kompleks, do thoja. Po, për të më shëruar një kompleks, pse jo, që të ndihet e plotësuar mundet me bë, po jo vajzat e reja. Vajzat e reja ka një bukuri natyrale, gjithë secila ka diçka të veçantë. Çdo grua ka një element që e bën të veçantë. Mos flasim vetëm të pamja fizike, po të flasim të personaliteti, suksesi, fusha në të cilën mirët,
shumë gjana të tjera. Nuk do të thotë vetëm pamja fizike që t'jesh e bukur dhe ta plotësosh termin. Pra nuk do të fokusohemi vetëm aty. Mirë, po ke marrë ndonjëherë paragjykime ose komente të tilla që me tendencën që ndoshta ke apo nuk ke? Muj me thonë që qysh në moshë 3 më kanë dhënë atë kohë, më kanë, kisha me thonë për boost, po unë kam trashëgimi ose qysh me qujt nga familja, dhe për që ata që njohin, e din që unë nuk është që kam pas në ndërhyrje, po, paragjykojnë jashtëzakonisht shumë. Mirë po, kaloj një kohë pasaj u bindën që nuk ke, do thoja, intervenime në fytyrë, apo vazhdon akoma me pas këto? Jo, nuk vazhdon, për arsye se tani është një gjatë që me kap artistët, stilistët e tona, këto që janë, ndoshta edhe na njohin si figura që kemi qenë shumë të vëgjla ose të vogla në skenë ose në fotosesione, dhe nëse marrim një dallim nga një ndoshta para 10 viteve ose 15 viteve, normalisht që unë tani jam në një moshë tjetër, jam zhvillu, jam rrit, edhe normalisht që ka ndryshim, po jo ai ndryshimi drastik që tjetë. Preferon me po diçka në pamjen të ndoshta mu zbukuruala? Deri tash jam në rregull, po në të ardhmen nëse kam ndonjë gjë që do të më pengoj, ndoshta do ta bëj. Okej, si ndjehesh ti kështu shembull të je bukur natyrale, se në kohëve të fundit tash jemi shumë të sinqert, ndoshta është një masë e madhe grave të cilat preferojnë që edhe të ndryshojnë vetëm përmes fillerave të tyre. Me të drejtën, unë rrjetet sociale tani kam hap edhe kam vajza ndoshta 3 që më ndjekin edhe ndoshta më pyesin marigona për buzët ose këtë gjë, unë mundohem mënyrën më të mirë, versionin më të mirë të mundshëm, që qasem vajzave 3 dhe që tregoj që mundohuni që ta ruani naturalitetin dhe t'jeni ato që jeni. Ndoshta kisha me thonë që naturaliteti më bën kjo që jam. Marigona. Ndoshta ma ndryshe se... Edhe vazhdojmë pra me qëndru gjatë. Mirë po një vajzë e bukur e shmes në biznes, cilën do t'a plasim pas pak, si është jeta sentimentale e Marigonës dhe toja? Se më besoj kërkesa ti ke mjaft të më dha, nuk dyshojnë këtë pjesë. Po, lullet është e vërtet, kam edhe marrëveshje, tash e kisha një fotosesion për një lullishtën tonë këtu në vendin tonë. Pra kjo qëndron e vërteta për gjitha ato lullet Marigonës? Po, ka diçka kemi. Nuk ke ndonjëherë më ngjas kështu që të shohësh edhe e surprizuar nga to, apo vetëm nga kompanit, a? Kemi vetëm nga kompanit, klientët, shoqëria, njerëzit që na duan, dojnë ta sjellin ndoshta një energji të mirë, për gjithë ata që e dinë që unë i dua lullet, nëse mu ma sjell ndoshta veç një lulje në trëndafil, mu më bën mundje ma zbukurën ditën. Okej, më sheh, kemi plot lule këto. Të pëlqejnë këto apo vetëm trëndafilat? Gjitha lullet. Mirë për Marigona e the që shpërndan energji të mirë dhe merr energji të mirë. Po ashtu i ke dëshirë lullet, cilat të dëshin ato që do të ndoshta në aspektin sentimental, ose me që ne e dim që je beqare, po? Po, beqare. Edhe cilat do të ishte ajo ndoshta ato kriteret, parimet, limitet të tua, që ta bëj për vete një grua sikur Marigona, ose një vajzë si Marigona? Unë mendoj që një burr që të ketë vetbesim në vetën e vet, t'i di qëllimet e tij, pa ashtu mënyra se si e trajton një grua, një vajzë. Ajo është ajo që mu ndoshta e vlerësoj dhe e shoh tek një mashkull. Normalisht dhe sharmi, gjana të tjera, po kisha me thonë mënyra trajtimit, se si trajtohet një grua dhe një vajzë, ajo mu më bën ndoshta... Mirë, po cila do të ishte mënyra e trajtimit toj, Marigona? Gjore gjatë. Hajde na thuaj, të bashim kurështare ta di, a? Po që të ketë një kujdes ndoshta më të veçantë në aspektin të respektit, normalisht. Tu i di qëllimet e veta se çka don. E kështu. A do t'jetë nga ata tipat maraklit luleva jo? Nëse ka ndërmend që ti pëlqej nëse të ketë ndonjë qëllim, atëherë normalisht që duhet. Mos më thuaj që është kriteri kryesor. Jo, asnjëherë, jo. Mirë, po Marigona dua të din këtë rast nga te, cila është më rëndësishme për ty? Në atë si të dukesh, me që je një ishmes, po ashtu edhe një grua mjaft atraktive, apo në atë se çka përfaqëson te, me që dim që je mjaft e realizuar, qoftë në shkollem, tash më së fundmi edhe në biznes, cilën do ta plasim pas pak? Unë mendoj që na që e përfaqësoj, se bukuria është diçka që dalë e dyta, ajo që e përfaqësoj, ajo që unë jam, inteligjenca, karakteri, vetit e mia, të punës, e këto.
Pra është më rëndësishme në asë se çka përfaqëson, mirë po sigurisht edhe pamja jashtë, me do thoya është një avantazh i të dukurit bukur. Po unë mendoj që gjithmonë del e dyta. Okej, pra nuk vi kushton rëndësi kësaj pjese kohëve të fundit apo je fokusuar më shumë te biznesi? Jo, më fokusuar më shumë te biznesi dhe te arritjet e mia profesionale në këtë fushë. Okej, je nga ato vajza të cilat preferon me shpenzu, do thoya qoftë në veshje, në dukje, në greme, gjitha këto? Në mirëmbajtje, kisha me thonë që ndoshta kam një mirëmbajtje ose një kujdes të veçantë, kur jemi të lëkura ose të mirëmbajtja e trupit, kurse tek veshja këto gjëra nuk është që shpenzoj dhe shumë. Shpenzimet më të ndaja kam ndoshta tek e pjesë, te mirëmbajtja e lëkurës dhe mirëmbajtja e trupit. Okej, shpenzimet më ndaja, te i kalon ndonjë shumë kështu të madhe apo? Jo, diçka, po asnjëherë nëse është ndoshta që të zgjedhim, normalisht një lëkurë të shëndetshëm, një ushqim të shëndetshëm, po ashtu një mirëmbajtje të trupit, besoj që krijon një imazh të bukur. Pra dhe dukesh bukur patyshim, ha? Patyshim që po. Megjithatë, Marigona, kohëve të fundit te e kemi parë që edhe ke hap biznesin tënd, i cili është këtu në Prishtinë. Më tregon fillimisht si të lindi ideja që mu marrë me biznes. Përpos me që je shkolluar për juridik, e gjitha këto. Gjatë këtyre viteve që unë u shkëputa nga bota e modelizmit, gjithmonë kam menduar me sjell diçka ndryshe në Kosovë, që sjellë diçka të shëndetshme dhe për shkak dinamikës së jetës tani, kam dashur me sjell diçka që ndoshta të dobësohemi shpejt, po dhe në mënyrë të shëndetshme. Pra e kishe për patjetër ta hapi një biznes? Apo si të erdhi ideja? Kisha dëshirë që të mirja me diçka ndoshta me ose ta kesh një rutinë ku shkon çdo ditë në punë? Rutinën që kisha, se vetëm isha në marrëdhënie të punës në profesionin tim si juriste, po kam dashur që të shoh dhe veten si ndoshta si një grua në biznes, a? Po, që të shoh që të sfidoj veten, se atë pjesë kam pëlqyer gjithmonë dhe kam dashur të sjellë diçka, kam hulumtuar shumë, edhe kam rënë në kontakt me përfaqësinë tani që vetë se kam sjell për herë të parë në Kosovë. Okej. Kjo është një koncept i dobësimit, që në mënyrë të shëndetshme dobësohemi për një kohë të shkurtë. Ka benefite të mëdha mjekësore, që është infraredi, drita e kuqe, që është shumë e shëndetshme. Po ashtu kam dashur me sjell diçka që për një kohë të shkurtë të kryhet një aktivitet që të mendojmë edhe për njerëzit që janë shumë nxanur me punë. Sigurisht, tashmë jeta dinamike, angazhimet shumëta, dikush ndoshta me një vend pune, dikush me 2 vendet punës, edhe nganjëherë na pamundson që të jemi të rregullt në ushtrimet fizike. Po, kjo është një teknologji avancuar, mund të me thonë. Është mbi 54 shtete të botës, është prodhim gjerman dhe vjen për herë të parë në Kosovë. Më me thonë që më di shumë krenare kur kam arrit me sjell në Prishtinë. Ndoshta mirë, po kishe dikë që të ndihmoj të asistoj gjatë krejt procedurave deri në momentin final, kur ti më veç më e hape këtu në Prishtinë. Normalisht që kisha familjen, kisha dhe babin, normalisht që ndihmoj. Po ashtu më ndihmoj edhe shumë shkollimi im si juriste. Okej. Tek kjo pjesë më ndihmoj shumë, që gjatë kontratave, gjanave, isha thujse më e përgatitun, më kujtohet kishte pika të kontratës që ndoshta i ktheja mbrapa, i shiqoja edhe kisha ndoshta gjatë natës e mendoja si t'ja bëj te kjo pikë, si të vazhdoj kështu, se mos të harrojmë, Kosova është ndryshe me vendet që nëse flasim për Evropë. Nuk jemi deri në atë mas që cilëm diçka të tillë, derisa njerëzit e njohin, të shohin përfitimet pashtu të mirëmbajtjes, pashtu të shëndetit në këtë koncept, që është Marigona Body Care. Kompania është Body Space Company. Kështu që babi më ndihmoi, normalisht mbështetjen e kisha ti, po ashtu më ndihmoi edhe shkollimi jam. Okej, mirë, po si është të punosh në këtë rast me njerëz ose me një përfaqësi në një vend të Evropës, do thoya? Momentin që unë... Jënë ndoshta më të zërë shumë, ose janë më të lehtë në komunikim, apo shkon gjithçka do thoya formale, shkruar? Nuk kisha me thonë që janë më të zërshëm. Unë kisha me thonë që janë ndoshta më strikt, më korrekt. Dhe unë e dua gjatë, se me qenë se jam juriste, e dua gjatë dhe unë mendoj që kemi arrit me pas një marrëveshje shumë të mirë edhe korrekte. Dhe korrekte. Për atë arsye mendoj që edhe kam arrit me marrë
për Prishtinë, për fatësinë. Mirë po, ja kanë idenë shoqëria jonë se çka janë ato pajisje, do thoja. Me të shohim shumë në rrjetet sociale, në internet, i bëhet marketingi shumë, ndoshta nganjëherë ekziston edhe një paragjykim se ose nuk janë reale, ose kanë efekte anësore të dëmshme gjitha këto? Në fillim, kur kam hap, kam ofru seanca në studion Marigona Badiker, kam ofru seanca faljas që të shohin klientët tanë, se çka janë, të shohin benefitet, ndryshe është kur e provon dhe shë rezultatin tek vetja. Po, unë mendoj që tashti jëmë ba edhe njerëzit më të vetësuar, më i me thonë, edhe gjithë kanë një aktivitet. Aktiviteti fizik ndikon edhe në shëndetin mendor. Mirë po, e ke menduar këtë që ndoshta është mirë të u afroj grave, nëse nuk gaboj është vetëm për një ringjini, apo për të dyja? Është për të dy gjinit. Okej, ke menduar këtë në kuptimin që ndoshta kjo është e duhura, s'ka i nevojitet për shoqërinë tonë, apo e ke po ashtu ma shumë se një biznes, cilën e ke pas do thoja ma primare? Unë kisha me thonë që... 50-50, a? Aty, duhet që t'jem edhe unë e sinqert, normalisht të e pas parasysh që ka nevoj, po edhe normalisht tek biznesi. Kur e kom hapë edhe e kom sjell, kom pa që ka pas shumë nevoj për një koncept të tillë, për një fitness, për një studio të tillë, që te kemi në Kosovë, është ndryshe prej fitnessave klasik. Është ki një ushtrim kardio, cilën e kemi për 30 minuta. Shumë shpejt, ki benefite mjekësore. Pa ashtu, aktiviteti fizik, dhe mendoj që për 30 minuta ja kushtu vetës gjithë se cili e gjejmë kohën. E ata që ndoshta nuk i gjejnë as ata 30 minuta, çka të bëjnë ata? Ata të shojnë të këtë intervist, në ndjekin dhe që të vinë që të konsultohemi dhe të fillojnë procesin. Duhet ta duan vetën më shumë, a? Unë mendoj që duhet ta duan vetën më shumë dhe të besojnë më shumë tek vetja. Dhe të punojnë fort. Unë mendoj që çdo punë, nëse ki përkushtim, do të kesh sukses. Sigurisht. Mirë po ti vetë e praktikon apo si qëndron përpos asaj që e ke gjenetike? Po, unë gjithmonë, edhe para se me pas studion, gjithmonë kam qenë që jo marrë me aktivitet, me thonë me fitness, apo me vrapim, ose diçka të tillë, po unë vazhdoj që në studion time tash të kryj kardion, po ashtu edhe kemi edhe aktivitetet e tjera, kur më dal koha, pse jo, aktivitetet e tjera fizike, pa tjetër që po. Por në studio, mendoj që 4 herë një javë, 5 herë një javë jem aty, pa tjetër. Edhe të ishë më bu peshka. Faleminderit. Mirë, po cilat janë kërkesat më shumëta, do thoja të grave në këtë rast, me që ato gratë janë ato cilat ndoshta i kushtojnë shumë rëndësi kësaj pjese, edhe duan që ta provojnë gjëra të reja, qof teknologjisë, qof një tretman, apo se do qof. Është kënaqësi të punosh me gjinin e bukur, me gra, është një kënaqësi, edhe që kam pëlqen shumë është tek ne klientët kur vinë që kemi konsulta, zhvillojmë biseda në si e kanë jetën, dinamika e jetës, si e kanë një ditë që e kalojnë, që edhe ne të bëjmë një plan program. Gjithë se cili klient tek ne që vjen, ka një plan program. Pra dallon nga personi në person, do thoja? Pa tjetër që po. Duhet që të kemi, ndoshta të pas parasysh edhe nëse ka ndonjë problem shëndetësor ose diçka të tillë, duhet të kemi parasysh që çka ti propozojmë dhe si të bëjmë plan programin e tyre, se gjithë se cili nuk e kemi një shëndet të njëjtë, pashtu nuk kemi në një mosh të njëjtë. Kisha me cek edhe një gjatë që studio Marigona Badiker, po ashtu është edhe për grupë mosha më të shtyme, cilat janë, me qenë se është infraredi edhe ka veti të mdaja benefite mjekësore, atëre që në Marigona Badiker kemi edhe grupë mosha më të shtyme, më të... Mirë po sa, si pas perceptimit të nësaj, kushtojmë përgjësi do të si shoqëri rëndësi kësaj dukjes të jashtme. Në kuptimin të shëndetshëm, që ndoshta të kujdesim në ushqim, që të jemi të kujdesshëm po ashtu edhe të rregullt në aktivitete fizike. Se ndoshta si në të nësi, kështu ndoshta nuk qëndrojmë, nuk jemi ndoshta popull që jemi të thaja më të dobët në kilogram, ose më pak në kilogram. Nëse nisemi, ndoshta gjithë se cili ka fillimisht sidomos në gratë, kemi dukjen, pamjen fizike, po e shoh që tani, që një kohë, se tash studio, thuj se është gati një vit që është e hapur në Prishtinë, shoh që dojnë dinë edhe benefitet mjekësore, dojnë dinë. Ndoshta ka klient që ka një trup ose një imazh të bukur, se si duket, por donë që vetëm të ketë një aktivitet, edhe dëshiron që t'i shah benefitet mjekësore cilat janë, dhe ndoshta t'ja kushton vetës një tretman të tillë. A ka nga ata që thonë ose nuk besoj, ose kam frikë, ose...
Që ndoshta janë më në dilemë, se çka po bëjnë ose ku po investojnë gjitha ka. Po, për atë arsye edhe kam një staf të trajnum dhe certifikum, kështu që po, ka dhe ndoshta frikë që çfarë është kjo, se për çka shërben infraredi, për çka shërben vakumi, sa kalori duhet që ti marrë që të shpenzoj, se tek ne për 30 minuta arrin mi harxhu deri 1300 kalori. Meshkujt zakonisht burrat në këtë rast harxojnë më shumë kalori se ne gratë. Pse meshkujt harxojnë më shumë? Nuk e di se çka ndodh dhe shoh dhe vetë gjithmonë se ne jemi transparent, çdo klient që vjen e shkruajmë kalori që çdo klienti ka humbur në gjatë kohës performancës së aktivitetit fizik. Edhe shoh që gjithmonë të prind meshkujt të parë. Po ndoshta edhe ajo fuqia aty në vapos. Po, sigurisht që fiziku natyra i ka krijuar, ndoshta janë më të fuqishëm ose fizikisht në krahasim me gjinin femërore, me që rastisht thuhet që është gjinje e butë. Mirë, atëherë Marigona, të uroj shumë suksese. Unë uroj që ka me të shku më barë gjithçka, edhe mendon ndonjëherë me u rikthy prap në modelizëm, apo e kem mbyll këtë kapitull, do thoja? Në modelizëm nuk kisha me thonë që do të kthehem ndonjëherë, tash e thash dhe ma herët jam një juriste, mendoj që të kthehem në profesionin tim si juriste. E the ma herët që ke punuar, ke qenë marrëdhënie pune, apo? Kam qenë marrëdhënie të punës, po ndoshta për një kohë të shkurtë, se isha në zhvillim duke zhvillu biznesin, po është diçka që më flen në shpirt dhe mendoj që në të ardhmen do të jem prap, do të ushtroj profesionin si një juriste, po ashtu edhe në nëse do të ofrohej një ofertë shumë e mirë, një mundësi shumë e mirë, që ti të rikthesh prap në skemë përmes qof fotografisë, qof përmes marketingut, reklamimit x imazhi, përpos që je imazh në 54 shtete të botës, nëse nuk gaboj apo, i kompanisë Body Space, okay. Për herë të parë në një, do të thonë është në 54 shtete të botës dhe për herë të parë një sipërmarrëse këtij biznesit është imazhi i kësaj kompanie. Do të thonë një imazh në Kosovë, në Marigona Body Care. Imazhi i kësajna, do të thonë për herë të parë sipërmarrësja e një përfaqësisë të tillë, janë fotografitë e saj, cilët ata më kanë propozuar të pas parasysh, ndoshta edhe që kam qenë një model edhe ndoshta edhe që e bukur, se s'më kështu direkt. Se ndoshta për arsye më herët kanë qenë modele ose dikush që ndoshta e bën këtë punë, apo se ka qenë e vërteta. Me që ti e the që je vetëm ja sipërmarrëse që e ke përfaqësi në një vend edhe po ashtu je imazh. Unë mendoj që normalisht pjesa ime... Apo ishte insistimi jot që ti të bësh imazh i kësaj, apo nuk ishte, insistimi ishte i distributorës, që unë të e pas parasysh që njihemi me distributorën edhe të e pas parasysh që ajo është kosovare dhe një ndoshta që kam qenë në skenë modele, në gjatë prezentimit mënyra dhe ata gjatë kohës që ne ishëm duke e kriju një kontratë, atër ata më propozun Marigona nëse ke dëshirë, se unë një kohë gjatë kam punu edhe në për revista, ndoshta si imazhi kompanive ose brendeve tona vendore këtu. Edhe atëherë edhe tash fotografia e cilën është imazh, është një fotografi që është përdorur para 15 viteve. Apo? Ajo fotografi që ndron tani në pajisje si imazhi kompanisë Marigona Body Care. Para 15 viteve? Para 15 viteve ka qenë fotografi. Pse kështu? Pse me marrë një foto para 15 viteve? Sepse ajo ka qenë, është një fotosesion që është kriju në atë kohë, që kisha një marrëveshje me një revist vendore, tek sporti, mirëqenia, kujdesin ndaj mirëqenies së trupit e tillë, edhe ishte një foto, më me thonë që ndoshta ishte pa make-up, pa make-up dhe sportive, edhe ishte përshtat ndoshta kësaj fushës biznesit ku tani jam, edhe këtij koncepti, atëherë ka dashur që t'jem unë. Interesante koha kjo. Pra nuk du kthesh asnjëherë në modeling? E tham prap, fotografia më pëlqen shumë. E du, ndjehem shumë mirë para aparatit, edhe tani kur po hyja në studio, e ndjeva një ndjesi ndryshe, një emocion, e du, po nuk mendoj që do t'i rikthehem. Asnjëherë. Ndoshta ndonjë reklam ose diçka të tillë, fotosesione, edhe tash kisha para 2 javë kisha një fotosesion në studio me lule, po mendoj që ajo do të mbetet një hobi im, unë do të vazhdoj karrierën si një juriste. Mirë, po pse? Sepse nuk e sheh shumë profitabile, apo se? Me tashmë ke hyrë dhe botës së biznesit? Mos harrojmë që modelizmi dhe manekenizmi është deri me një moshë. Si vajzë e re ndoshta kam pas atë dëshirën e flak që t'jem. Tani është edhe mendoj edhe nuk është profitabile në Kosovë. Nuk është profitabile. Duhet shumë punë edhe punë,
edhe mund që të mbrish në shami një pikë për mes cilës ti tashmë kryon të ardhura. Unë mendoj që ajo është një dëshire vajzave të reja. Pra është që kryesisht modelet në Kosovë nuk paguara, ose nuk është një punë, do shta për mes e cilës ti mund t'jetosh edhe ta kryosh një mirëqenie sa ma të mirë për vetën tëne. Në kohën tash nuk e di si është, nuk di si qëndrojnë gjanat, në kohën kur unë kam qenë, nuk ka qenë ndoshta një mënyrë që ti duhet ta zgjedhësh atë si profesion dhe të vazhdosh. Nuk ka qenë profitabile. Tash të shta ka ndryshu gjanat, për në kohën kur unë isha, nuk mjaftonte. Pra ishim pagesat të vogla? Pagesat të vogla, ndoshta nuk ishim ndonjë kontrat, nuk ishim... Unë mendoj që për gjitha atë mund dhe punë që ti e bën, nuk ja vlen. Po prap, i thëm vajzave të reja që kushdo që le t'i ndjekin ëndrat e veta dhe le ta duan vetën, le të punojnë, çdo punë që përkushtohesh do të kesh sukses. Se jo tani po shohim edhe gra, vajza shqiptare të suksesshme që po kanë sukses ndërkombëtare, kështu që mund të fillojnë këto dhe të vazhdojnë gara të tjera. Edhe nuk i dihet jeta se ku çka sjella. Mirë po, nëse do ktheheshe prapë juriste, ke ndonjë pikë diçka kështu specifike që të pengon, do thoja, në shoqërinë tonë ose që je pak më e ashpër, kështu që hiç nuk ishe pritue me jap dënimin? Tek e pjesa tek që mu ndoshta është kam pengon në kohën e fundit tek dhuna ndaj grave, kisha me thonë. Ne duhet si shoqëri që ta luftojmë që të zbashku këtë dukuri, përderisa po ndodhin këto raste në Kosovë dhuna, gjana të tilla, normalisht që ndoshta nuk jemi duke punuar aq sa që të zhdukem. Kjo është ajo që më punon. Mendon që ndoshta duhet jetë një grua aty që po ashtu të marrë pjesë në vendime, do thoja? Pa tjetër që duhet jetë një grua, po kushdo qoftë, po ne të gjithë zbashku, duhet që ta luftojmë. Ta luftojmë fort, që ta zhdukim. Përderisa ndodhen çdo ditë këto gjana, atëherë diçka nuk është mirë tek ne. Diçka ne duhet të bëjmë më shumë që ta zhdukim këtë dukuri, ose këtë... Marigona, të falenderoj shumë, në dhe të uroj shumë suksese në biznes, po ashtu një jetë përgjithësi, vazhdo të qëndro kështu si je, vajze edukuar, e sjellshme me gjitha. Falenderit shumë, ishte kënaqësi. Të dashur miq, ishim me Marigona Bajra, sipërmarrësen, vazhdojmë shkojmë me një shkputje të shkurtër dhe më kaq, do thoja, e mbyllim këtë emision për këtë javë. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe shihemi javën tjetër.